edhe me tregun e sotëm, edhe me çmimet e sotme në bursë të hidrokarbureve, qoftë të Brentit, qoftë edhe të çmimeve të naftos crudo, natyrisht që ne kemi çmimin neto të hidrokarbureve më të lartë se sa i gjithë rajoni. Po flas për çmimin neto pa taksat fare, që është më i larti se edhe në Maqedoni, edhe se në Kosovë, edhe se në Malzi, edhe se në Greqi, edhe se në Serbi. Ditën parë lexova një deklaratë të shoqatës së hidrokarbureve, që me thënë drejtën nuk funksionon si shoqatë, po funksionon si një kartel që garanton dhe mban çmime dhe fitime të larta në sektorin e hidrokarbureve. Natyrisht kaloi jashtë vëmendjes, nuk mori përgjigje ajo deklaratë, edhe për shkak se është krijuar bordi i transparencës. Mbi të gjitha, ajo që më bëri përshtypje ishin tonet kërcënuese të një shoqate që funksionon në treg si kartel. Tonet kërcënuese të tyre për të ndërprer furnizimin, për të ndërprer importin, e kështu me radhë, natyrisht janë tone kriminale që kërcënojnë sigurinë kombëtare në këtë vend. Sigurinë kombëtare, jo thjesht dhe furnizimin me naftë apo me benzinë të makinave, po kërcënojnë sigurinë kombëtare. Dhe natyrisht duhet të marrim përgjigje duke shëmbur modelin e tregut hidrokarbureve që garanton fitime, arrogancë dhe kërcënime nga operatorët në këtë treg. Faleminderit.